Ish-banorja e Big Brother VIP Kosova dhe modelja e njohur Xhuli Nura do të bëhet nën për herë të parë. Ajo ka vendosur ta përjetojë këtë rrugtim pa partner në krah, por si nënë e vetme, duke zgjedhur procedurën e fekondimit in vitro. Ky vendim ka ngjallur shumë diskutime në rrjetet sociale. Kundër këtij vendimi ka qenë dhe ish-banorja e Big Brother VIP Kosova, Xheneta, e cila ka bërë një status mjaft të ashpër kundër Xhulit, duke thënë: "Për mendimin tim, ti je shumë egoiste, që sjell në jetë dy ëngjëj që janë të pafajshëm dhe nuk munden kurrë në jetën e vet ta dinë se kush do të jetë babai i tyre. Sikur atyre nuk mund t'ja plotësosh ndjenjën e babait, sado mama e mirë të jesh. Dhe me ja ofru të gjithë të mirat e botës, atë ndjenjën e babait, ti nuk do ja plotësosh asnjëherë." Por ai që zgjon më shumë interes dhe kuriozitet ishte se kush është identiteti i babait biologjik të bebit. Disa media shkruajnë se bëhet fjalë për një shtetas të huaj në Suedi, të tjerë aludojnë se bëhet fjalë për një futbollist. Dhe pas të gjithë këtyre zërave, ju përgjigj drejt për drejt vetë Xhuli, duke treguar diçka më shumë për dhuruesin. Personi që ka dhënë 49% të formimit të embrionit është donator shqiptar. Shqiptar është edhe beba, shqiptar është edhe nëna, shqiptar është edhe baba. Dhe për këtë ju siguroj. Por dalja e një video ku modelja shihet duke u puthur me një figurë mediatike të ekranit të Kosovës bën që mediat aludojnë se pikërisht bukuroshi beqar nga Kosova është babai i fëmijës, por në këtë rast modelja nuk ka preferuar të japë më shumë detaje. Ajo tregoi se vendimi për të bërë në këtë mënyrë nuk ishte impulsiv, por i menduar me shumë kujdes. Sipas saj, kjo ishte zgjedhja më e mirë për të mos rrezikuar qetësinë e saj dhe të fëmijës me marrëdhënie që nuk mund të funksionojnë e të jenë toksike. Po ju, si e cilësoni veprimin e ish-banorës së Big Brother VIP Kosova për të sjellë në jetë një fëmijë pa baba? Është kjo një zgjedhje e mirë apo një veprim egoist? Për më shumë, mund të na lini mendimin tuaj në komentet poshtë videos.